Afati për akreditimin e vëzhguesve dhe komisionarëve për zgjedhjet e 7 qershorit është mbyllur dhe lista është finalizuar. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka bërë të ditur nëse në mesin e personave të akredituar ndodhen edhe persona të cilët dyshohen për manipulim të votave. Instituti Demokratik i Kosovës po kritikon KQZ-n pasi sipas tyre, shoqërisë civile i u kërkua që anëtarët e tyre për komisioner të jenë të pastër në këtë drejtim. E njëjtë sipas KDI-s nuk veproi KQZ-ja me të tjerët. Për ne është edhe më absurde një situatë tjetër, për faktin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ditë më parë ka miratuar një rregullore që përcakton kushtet dhe kriteret e akreditimit të vëzhguesve, të organizatave të shoqërisë civile dhe të mediave në vëzhgimin e monitorimit të procesit të fushatës zgjedhore dhe të procesit zgjedhor në tërësi, dhe për ironi atje kanë futur dispozitë e cila thotë që në qoftë se një kandidat, një organizate në rast se është i njëjti në nënhetime për çështje të shkeljeve të rregullave ose të ligjit zgjedhor, atëherë i njëjti nuk mund të përfshihet dhe të akreditohet dhe mund të refuzohet si vëzhgues për faktin se është në nënhetim penal. Për të ruajtur legjitimitetin e procesit zgjedhor, juristët thonë se komisionerët e dyshuar për manipulim votash nuk duhet të jenë pjesë e procesit në këto zgjedhje. Edhe pse këtu bëhen hetimet ndaj disave dhe aty personave komisionerëve të cilët kanë manipuluar me vota, nuk do të thotë që ata tani të caktuhen në të zgjedhjen edhe tani për komisioner, nga se hub besueshmëria e qytetarit me ata persona, ata komisionerë që kanë manipuluar me vota që edhe tani do të manipulojnë. Është e vërtetë se me ligj nuk ka ndonjë përgjegjësi, nuk ka ndonjë mënyrë që t'i largosh mënyrë ligjore ata persona që janë ndaj hetime, por vërteta ekziston që kemi edhe përgjegjësi etike, morale. Mbi 100 komisioner në të gjithë vendin pas zgjedhjeve të dhjetorit u arrestuan në ndyshimin për manipulim të votave. Për disa prej tyre pritet ngriten edhe aktakuza. Kësaj në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Procesi përfundoi në rinumërim total pas dyshimeve për devijim të vullnetit qytetar në mijëra raste.